kështu me shenjën e peshqve, ne kemi mbyllur horoskopin e ditës së sotme dhe Kati deri në sekond të fundit është në lëvizje që të jetë gati për të nisur edhe këtë mëngjes. Mirëmëngjes, mëngjes të dashur, faleminderit, e mbar qoftë edhe për ty dhe një muaj të mbar. Edhe një muaj të mbar patjetër. Ti sigurisht që i përshëndet edhe. I thashtë të mija, të shkoja jote. Të shkoja ime vërtet, të shkoja ime, duke i uruar si gjithmonë një ditë të bukur anvisave. Një muaj të mbar, faktikisht, sepse filloi dje, po sot jemi këtu në studio dhe është mirë t'ua përcjellim dhe juve për të patur një muaj të mbar. Dhe ju ftojmë këtu si gjithmonë te këndi jon i gatimit për të parë recetat që do përcjellim për juve sot dhe çfarë do të bëjmë neve sot. Kemi tortillat, janë mistri këto, tortilla mistri. Janë mistri, okej. Të cilat përveç se i bëjmë kështu, do me thënë që në si një lloj që i mbushim dhe i përdorim kështu të çastit me produkte të ndryshme, unë kam menduar që t'i bëjmë qoftë me mish të grirë, qoftë edhe me mish që mund të na ketë aty që e mendoj gjithmonë, i sill të gjëra të hënën, sepse ndodh që të dielave apo të shtunave, bëjmë tryezat tona familjare, pjekim ndonjë pul, pjekim mish, edhe na ngelen mish për shembull, dhe e coptojmë duke përgatitur një salcë për të bërë këto tortillat, që edhe nga këto mund të na mbeten, edhe mos i lënë që të na në frigorifer, edhe nëse i keni hapur edhe përdorur disa. Por që është mirë, domethënë ta sillim në një tavë të tillë që të kalojmë vaktin e drekës. Do ja tregoj më njëherë se si do ta bëjmë. Edhe sigurisht që mund ta përgatisim edhe me mish të grirë. Unë e kam filluar faktikisht si procedurë sepse nuk është ndonjë gjë, qep, karot, kemi hedhur brenda, mish të grirë ose edhe mish të prerë në copëza të vogla, pure domate ose domate të freskëta, në një thelpi hudhër ose kështu, do me thënë hudhër, plur që e gjeni të gatshme dhe ato te kompania Neranci, kri, piper, pra këto janë, nuk është se ka ndonjë gjë të madhe, do me thënë kjo lloj salse, po e duam që të jetë pak e lëngshme, sepse duam që të mos zbuten këto tortillat. Neve salsën tani për momentin e kemi gati, nuk është, e kemi para prirë si salsë për ta përgatitur, sepse duhet kemi edhe recetat e tjera, që do të përgatisim një pilaf i cili do të bëhet me oriz edhe me makarona në formë elbi dhe do ta shoqërojmë me konserv ton, që është do me thënë një pilaf shumë i mirë, do të kavërdiset kjo do me thënë makarona në formë elbi dhe pastaj do të shtohet orizi, bëhet shumë e mirë, do të tregojmë më mbrapa se si do ta bëjmë mënyrën. Gjithashtu do të bëjmë sot edhe qofte me domate, lug themun, sepse nuk do t'i bëjmë ato qofte që do t'i kalojmë në miell dhe ashtu, do t'a shikoni, do të bëhet një brum dhe do t'i pjekrim si petulla, lug në tigan dhe bëjnë shumë të mira. Pra ato janë për të hapur oreksin, më mbrapa shkojmë tek gjella dhe për ata që duan të mbajnë domethënë trupin në linje dhe sidomos për të rinjtë edhe kështu, përdorim këtë recetën që tham me makaronat, me orizin dhe me peshk ton dhe sigurisht edhe me majdanoz brenda, bëhet shumë e mirë edhe shumë e shijshme. Ja, do marrim kohën e nevojshme për të parë të gjitha. Ti e ke nisur një pjesë të gatimit, që tregojmë shkurtimisht çfarë kemi bërë deri tani dhe po, e bëjmë edhe një përsëritje edhe një herë tjetër. Pra, kemi filluar me mishin, me qepën, me hudhrën dhe karot, do me thënë këto një kavërdisje të mirë. Kemi shtuar pure domate ose thash domate të grirë në rende, çfarë mund t'ju ndodhet juve në shtëpi, zgjidhjen e bëni juve. Nëse do të keni domate të freskët, mund të shtoni pastaj edhe ndonjë gjysmë lugë salcë, por kjo purea e domates, si thua, na zgjidh atë të momentit që e bëjmë shpejt dhe nuk ka nevojë që të kemi 100 gjëra në shtëpi. I lëm të gatuan së bashku dhe? I lëm të gatuan kështu dhe e lëm domethënë që të na kenë edhe pak lëngje. Dhe tani jemi në momentin që do të bëjmë një beshamel të hollë edhe këtë që do ta bëjmë me niseshte mistri. Niseshte faktikisht, por e them niseshte mistri, neve e kemi. Meqense të tillë e gjeni edhe në dyqanet Neranci, po ja, ky është paketimi. Edhe jo vetëm niseshten e mistrit, po meqense jemi këtu dhe po ju tregojmë mënyrën se si shkruhet në etiket, por gjithçka që kemi këtu sipër, ju mund ta gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve Neranci, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë. Ne sot po gatuajmë me disa prej produkteve super cilësore të tyre dhe sigurt që cilësia që do të kemi në gatimin ton edhe shija pa diskutim do të jetë e kënaqshme. Ju do të na ndiqni hap pas hapi e do të keni mundësi të shikoni të gjitha recetat se si do të përfundojnë. Janë të thjeshta, duhet thënë, pra ato recetat tipike të nisjes së javës, ku fillojnë angazhimet, fillojnë shkolla e puna, zonjat kanë gatuar goxha, duhet thënë gjatë fundjavës, besoj pjesa më e madhe e juaja në fundjavë e kalon pak atë vaktin vetëm me një gjell apo vetëm me një pjatë, kështu që sot le të mjaftojmë me ca receta të thjeshta, të shëndetshme dhe që shijojnë nga e gjithë familja.
Pra hedhim të gjitha përbërësit me njëherë, gjalpë, qumshtin, niseshten, të shkrijet niseshtja dhe do fillim tani të vëmë edhe temperaturën dhe në fund fare i shtojmë dhe një kokër vezë nëse duam dhe sigurisht që kemi edhe djathë kaçkavall. Çfarë do lloj djathi që të keni në shtëpi, por edhe kjo do me thënë lloj djathit që kemi neve këtu parmigiano, është një djath shumë i mirë që i shkon, do me thënë për të bërë një 50 gram është mjaftueshëm, nuk ka nevojë për më tepër. Kështu që mirë është ta përdorni nëse ju ndodhet. Nëse jo, mund ta bëni akoma edhe me djathë të bardhë në fund fare. Po, pse jo? Në vend të djathit kaçkavall, mund ta bëni edhe me djathë të bardhë. Pra një lloj djathi që ju mund të keni në shtëpi, nëse nuk doni të bëni pazare ekstra, e rëndësishme është që mos i lini recetat pa përgatitur se ju mungon një përbërës i vetëm, sepse në shtëpi mund ta alternoni një përbërës me një tjetër, ndaj dhe Katia ka me merak që përveç se t'ju thot çfarë ju gjendet ju në shtëpi, t'ju japi dhe një alternativë zëvendësuese të një përbërësi që ndoshta frigoriferi juaj nuk e ka. Dhe çfarë bëhet tani, pasi hedhim të gjithë këto përbërësit brenda, i bëjmë një përzierje të mirë dhe sa ajo të na bëjë një trajt kremoze. Nuk duam, domethënë, që të jetë shumë dhe shikojmë, mbajmë edhe qumshin këtu, nëse kemi nevojë për të shtuar, sepse themi 3 ose 4 lugë niseshte. Këtë i shikojmë, mund t'i mbushim lugët pak më tepër, pak më, si thuash, pak më pak, më shesh, kështu që është një zgjidhje që bëhet. E rëndësishme është që të bëhet një krem si ajo kremi muhalebis që bëjnë fëmijët. Nuk e dua, domethënë, një krem bechamel të trash, dua që t'jetë kështu si një krem i holl me qëllim që ajo të hyjë në brëndësi, domethënë, edhe të lidhet edhe me këto tortillat edhe me pjesën e mishit që neve kemi salcës. Anila, që të shikoj për një armoskati, mund të ma përzisht lutem. Djathin e kemi gati atje. Po llogarisja orën që në këtë 2-3 minutër që kemi, unë besoj që ne tortilla do arrim t'i mbushim, apo jo, edhe do t'i vendosim në furrë, pra prandaj kemi kohë. Okej. Pra, këto pitet që ne kemi këtu, do të palosen, do të krijohet ajo foleza, ku do t'i mbushim me këtë salcën, me mish, me qep, me domate, me hudhër, dhe më pas do të mbulohen me një bechamel të hollë të bërë me niseshte, qumësh edhe gjalp, dhe në fund djathë që shkrin, djathin e pizzave, ose djathë parmigiano, djathë kaçkavall të grirë, grana kemi në këtu që është shumë i shishëm, po pse jo edhe djathë të bardhë, për ta plotësuar shijen e gjete. Po, tani, atëherë, Anila, do presim edhe këto se nuk do t'i vë kështu. S'do i vësh ashtu të plota? Jo, nuk do t'i vë të plota, më mirë t'i presim kështu që të ketë mundësi ta hapim në për tavë më mirë. Po para se t'i hedhim... Bërsi me shtres o ka që? Po, me shtres, me shtres. Jo atë të palosurën që kemi bërë herë të tjera. Që të hapet mirë këtë djathi se sa shumë, do t'a bëjmë me dorë, faktikisht. Edhe të bëjmë shtresën e parë, sa të na bëjt edhe salca gati. Okej, a ka nevoj beshameli të trazohet, të riun aty? Ri. Të hoqa kohë. Pas kemi. Të hoqa kohë, them, asistente. Po se tani është momenti që ky fillon edhe merë... Shiko tani se si bëhet kjo? Okej. Që të ketë mundësi. Pra krijojmë një shtres me tortilla, po. Tani ti heq këto tortilla, mbaj diku këtu. Edhe të marrim këtë. Ne tregojmë shtresën e parë dhe pastaj e përfundojmë gjatë shkëputjes, apo e keme merak ta mbarosh në transmetim? Të shohim se si do jetë koha, nëse... Koha, iku. Ti hedhim edhe pak djathë të brenda dhe djathin tjetër, që të trazojt ati me bechameli. Ka që ishte koha? Mbaroj koha me njëre. E mbarojmë Dy kur të shtresa kthehemi? do ta bëjmë neve. Ta lëm ta mbarojmë kur të kthehemi. Sa ajo pak do në furrë, kështu që ne e mbushim edhe e nxjerrim po të pjekur në pjesën e dytë. Do e lëm te pjesë e bechamelit. Shumë mirë. Në shtresën e dytë. Do e lëm te bechameli, kështu që ju mos u largoni, ne do të rikthehemi përsëri për të përfunduar këtë recetë shumë të shpejtë, të thjeshtë dhe të shijshme dhe për të nisur recetat e tjera. Është momenti për një hapësirë publicitare për fleshin informativ të orës 9:30. Unë e Katarina jemi këtu, ju vetëm qëndroni me News 24. Kanë di gatimit, na riktheu në transmetim të drejt për drejt, me Katin që po na pret, po ju pret. Po të dashur Anvisa, neve jemi gati këtu për të treguar këtë recetë si një lloj, si mund ta themi, quhet edhe si pasticcio faktikisht kjo. Se ideja do me thënë këto, sikur lozin atë rolin e makaronave. Ose
kjo, çfarë mund të bëjmë, çfarë mund të quajmë tjetër? Nejse, zanxhan, kapeta, ka mbushje, ka diçka e tillë. Vojani emrin si të doni. Si ta doni, le ta vendosin, por mënyra se si e përgatitin bëhet shumë e mirë, faktikisht ju them të drejtën, sepse këto lloje tortilla, të cilat përgatiten dhe është dhe si lehtë, si recet, sepse tortillat janë tortilla misri. Ndërkohë që mund ta bëni me fileto pule, mund ta bëni me mish të grirë, me mish pule ose me mish viçi ose çfarë, domethënë përzierje, si ta keni juve, çfarë t'ju ndodhet faktikisht. Nuk është një recet që nuk mendojmë se duhet me dojmë mos mish viçi ose mish pule. Çfarë mund t'ju ndodhet juve, përgatisni një salcë edhe siç e pam atë salcën me qepën, me kripën, me piperin, me një karrotë brenda, mund të shtoni ndonjë spec brenda. Domethënë janë gjëra të mishit, të përgatitjes së salcës, çfarë t'ju ndodhet juve në shtëpi. Përgatitje një salcë të jetë pak si e lëngshme, mos të jetë shumë e thashë, sepse duam që të zbutim edhe tortillat, se këto nuk është se neve u hedhim gjë tjetër, as i zbutim, i kemi kështu siç janë. Prandaj themi edhe për këtë pjesën e beshamelit të hollë që e përgatitëm me niseshte, të cilën me 1 litër qumë është 3-4 lugë niseshte them unë, sepse kjo varet se sa i mbushim neve lugët, dhe tjetra është që unë niseshte nuk është se e dua që të jetë shumë e plot, pra duhet të jetë një niseshte e tillë, si një krem, si një mualebi për fëmijët. Ta heqim se s'na duhet më kjo. Shikoni, domethënë të gjitha i hedhim që në fillim fare. Hedhim qumshin, niseshten, 1 lugë gjalpë, 1 kokër vezë, pak djath, çfarë djathi mund të keni juve në shtëpi, edhe do të shtojmë këtu akoma, unë do të shtoj këtë kamar moskati, të cilën siç e shikoni e kam edhe të bluar, por e kemi edhe kokër. Mund të përdorni ose njërin ose tjetrën, çfarë mund të ndodhet juve në shtëpi. I shtoni pak sepse ç'është e vërtetë në beshamel i jep shumë shije të mirë. Është e vërtet, po. Mos ta teprojmë se pastaj e hidhëson, por aq sa duhet. Të ndihet. Por që duhet hedhur me patjetër për të marrë atë shijen e duhur, dhe tani siç e shikoni neve kemi gati për ta hedhur tek tava. Në fund fare do ta spërkatim me pak djath edhe pak gjalp, po se doni. E shkëlqyer duhet të dalë. Shumë e mirë, do ta hedhim me gjithë tenxhere që të mos e luazi me lugë. Po. Që ta bëjmë shpejt e shpejt. Të gjithën dhe e vendosim në furrë, shumë pak minuta do të dojnë në furrë, janë të gjitha të gatuara, sa të mpikset beshameli edhe të shkrije dhe djathi dhe të marri pamjen e një tave. Dhe gjatë kohës që bëjmë dhe mbulimin me djath dhe e përgatisim për në furrë, shohim pak receta të cilat ende nuk i kemi parë të detajuara, duke ju kujtuar që po gatuaj me produktet në Ranzi, si më poshtë të gjitha produktet i gjeni pikërisht në të gjitha pikat e dyqaneve organike në Ranzi. Tortilla me mish të grirë e beshamel na duhen. 1 pako me tortilla, 400 gram mish të grirë, 1 qep, 2 thelpinj hudhra, 1 karot, 2 domate, 1 filxhan pure domatesh, 1 lugë me mix erzash. Pilaf me makarona Elbi, oriz dhe konserv ton, do tjetë kjo receta e radhës, na duhet gjysmë filxhani me makarona Elbi, 2 filxhan oriz, 5 filxhan lëng perimesh, 4 lugë vaj, 2 konserva ton, krip piper dhe majdanoz. Qofte me domate, 6 domate, 1 qep të thatë e 2 të njoma, gjysmë filxhani me miell, 100 gram djath kaçkavall, borzilok ose nenegjik, krip piper rigon dhe vaj për skuqje. Okej. Shumë të thjeshta janë recetat, e tham që në hyrje që këtë të hënë e kemi nisur me gatimet të shpejta dhe të shishme. Dhe shkurtimisht i hedhim edhe një herë një tjetër shikim ekranit së bashku për të parë se si është përgatitur beshameli i tortillave. Pra, duhet 1 litër qumësh, 4 lugë niseshte mistri, 1 vezë, arë moskat, 1 lugë gjalp dhe 50 gram djath kaçkavall, atë që sa po bëm tani, dhe disa copë zaj gjalpi ka t'ja ka shtuar nga sipër dhe ku mos dalje shishme kjo recet. E kemi recet. gati tani ne për ta vendosur në furrë. Pra, sopsa të vogla gjalpi, edhe pak djath, edhe në furrë. E çojmë? Po, patjetër. Hajde ta nisim. Po është shumë e mirë dhe shumë e shishme faktikisht. Ato thash edhe unë me gjithë të mira që ka brenda, si të mos dalë një pjatë që shijon. Tani me cilën nga të dyja do merremi ne? Orizin? Bëjmë këtë orizin njerë, me që kemi hapur këto makaronat. Tenxherën andi. Të hedhim vaj. Të hedhim vaj fillimisht.
Edhe këtu kam orizin, po fillimisht do fillim me makaronat, që oriz do të kemi, nëse do të kemi 1 filxhan oriz, do të përdorim gjysëm filxhan makarona. Ngrohet pak vaj dhe do t'i hedhim, do t'i bëjmë të kavërdisura pak makarona. Pra, makarona më pak, gjithmonë gjysma e sasisë orizit. Pra, nëse do t'kemi 2 filxhan oriz, do t'kemi e zëm 1 filxhan makarona, për shumë. Edhe për pjesën e ujt, do t'jetë raporti pastaj 2, 4, 5, 6. Që kuptova? Që do të thotë, i bie që t'jenë 3 filxhan uj, më falni oriz edhe makarona dhe 6 filxhan e uj. Okej, pra raportin e ujt ne i bëjmë njësoj si pilafi, po themi. Atë do të thonim. Verse këtu duam që neve të s'ka temperaturë, më janë i laprandaj thashtë unë të shpati, pse? Po tani, po nuk e ndezë, nuk ka temperaturë. Po se ndezëm, ashtu është. Ska që se mërë me një herë, jo? Atë, s'ka problem, të marrim marrim pa tjetër që në do marrim makarona me dhe një më herë. pas të orizit. Neve kemi këto filxhanët të cilat shikoni që janë të mëdhaja, ka dhe filxhan qaj që janë më të vogla, por ashtu si do t'i bëni matjet në fillim të orizit të makaronës, ashtu do t'i bëni matjet dhe të ujit, pra si punë e masës. Pra, nëse nisni me 1 filxhan, ato filxhan dhe përdorni edhe për orizin dhe për makaronat dhe për ujin. Tjetra, si një simatus. tani për pjesën e ujit, neve jemi të kënaqur faktikisht këtu në studio me këtë mix erzash, sepse këtu brenda në këtë paketë dhe në këtë mixin e erzave i ka të gjitha brenda, ka shumë llojshmëri, mund të them deri në 9 lloj erzash, të cilat kur imagjino, domethënë kur janë 9 lloj, sigurisht që kanë një shije shumë të mirë. Edhe gjithmonë lugën do ta vendosim të jetë e pastër dhe e thatë. Po. Për ta ruajtur. Ashtu, e hedhim tek lëngu. Edhe e kemi gati edhe lëngun që do të përdorim tani për pjesën e pilafit. Pra do të nga bëhet si një pilaf i shkrifët dhe shumë i shishëm nga kavërdisja e makaronave. Okej, Lori, pulja janë pastat që Kati ka zgjedhur sot, makaronat e vogla në formë elbi, ndërsa orizin kë ke marrë Katerin? Oriz kemi marrë këtë paketën këtu, do me thënë është Arborion. Okej. Edhe Arborion po e lajmë pak të orizi faktikisht, duhet larë. Shkoni pak si ka kokrizat. Edhe ta lëm pak të slahet. Të shkripta dhe oriz i rumbullakët, kokë rumbullakët, si që njohim. E ndërkohë sa të na bëhet kjo gati, themi edhe për këto qofte se çfarë do na duhen për pjesën e qofteve sa të na bëhet shkrifërimi, domethënë të. Pra, për qoften neve do të përdorim domate, do të përdorim edhe nga ky djathi, rreth 100 gram djath, kaçkavall, domate, 5-6 kokra domate, varet domethënë edhe nga madhësia e domates, mirë është të përdorim domate të jenë tul, mos kenë shumë lëngje. Po, jo të zbutura, domethënë të jetë pak e fortë. Qep të thatë, qep të njom, çfarë mund t'ju ndodhet juve, edhe njëra edhe tjetra mund t'i keni dhe të dyja, mund të keni vetëm qepën e thatë, pra edhe mix është shumë mirë. Rigon, piper, tani, për pjesën e kësaj, mund t'i bëni tani shkoj e borzilokut, nenexhikut, mund t'a bëni me majdanoz, mund t'i bëni me të treja, bashkë, do me thënë për të shkëmbyer ato aromat edhe shiet, krip edhe piper dhe miell. Pra këto janë përbërësit, nuk hedhim as vezë, nuk i pudrosim, do t'i shikonin si do t'i bëjmë, do t'bëjmë si një brumi petullave, paka shumë i tillë është, dhe do t'i pjekim lug-lug, do t'i skuqim lug-lug në tigan. Pra do t'i vendosim tiganin me vaj edhe një përzierje këto dhe do t'i kemi gati pasaj për t'i skuqur, jo ka vërdisur. Ka vërdisur do bëjmë këtë pjesën e makaronave që u ka vërdisën. E shikoj, ja. Kur ka vërdisjen kështu, këto nxjerrin një aromë shumë të mirë. Janë ka vërdisja e makaronave të ushtarit që bëni dikur. Po, edhe thjesht me lëng pastaj. Thjesht me lëng, bëjnë shumë të shishme. Kanë një shije karakteristike dhe një shije të veçantë. Edhe shumë zonja e përdorin shpesh këtë lloj ka vërdisje me makarona. Sepse bëjnë shumë të mira në fakt. Nëse kemi dhe lëng mishi pastaj, shkon akoma dhe më shumë, pak gjalp ose vaj ulliri edhe ka që i shtojnë dhe piperin në kuq, edhe shiojnë, dhe sa shpejt bëhen. Bëhen shumë shpejt dhe shumë të shishme. Është një gatimi i shpejt dhe shumë i shishëm, që mund ta bëni me oriz, kombinim, ose mund ta bëni dhe vetëm me makarona. Por edhe kështu, bëhet shumë e mirë dhe duke shoqëruar me peshkë ton, me konservë ton, bëhet një ushqim shumë i shishëm, i shëndetshëm, dietik, mund të them për ata që shkojnë në palestër për të rinjtë, këto e përdorin shumë këtë lloj gatimi. Ashtu, a? Po.
Jo se neve të rriture nuk na pëlqen, por zakonisht fëmijët, do me thënë, të këtyre moshave të adolescentës. Që bëjnë një qik një llogari më të detajhuar të gjërave që konsumojnë. Tani, këtu, me që se neve kemi hedhur, kemi kujtes për punën e kripës, se kemi krip edhe tek pjesa e erzave, edhe pak piper marim të nga kjo. Pak më tepër piper, sepse kemi edhe këtu, por që i shtojmë pak më tepër. Do t'i shtoj edhe pak nga ky vaj ulliri salatës, për të marrë një qik më tepër shije. Edhe do hedhim vajnë ujnë. Po, ujnë me erza. Edhe nuk e mas, sepse e di si mas. I bëjmë një përzierje vetëm në fillim fare dhe pastaj nuk e përzjejmë, e mbulem me kapak, ullim temperaturën, një temperaturë mesatare dhe e kemi gati pastaj për ta... Okej. Tonin, kur do ja shtojmë në kur të bëhet gati. Atëherë ne do të fikim këtë. Edhe do merremi me qoftet me domate. Po, do bëjmë qofte tani. Që të bëjmë përgatitjen e qofteve dhe të skuqem disa prej tyre. Veç se të lutem Anil, të marr kapakun, se s'ka marr kapakun. Po, merre patjetër, si mos ta marrësh. Pra, do i vendosim kapakun, do ulim temperaturën, do ta lëm, tonin do ta shtojmë në fund dhe ja ku bëm një pjatë të dytë sërish kombinimi këndshëm duket edhe i shishëm. Tani do të bëjmë të qoftet të cilat do t'i skuqim. Qofte sepse kanë formën e qofteve, por brumi dhe përgatitja nuk ka lidhje fare me qoftet klasike që ne njohim, do t'jenë qofte domatesh, ku kemi brenda e qepën, kemi erzat, kripën, piperin, rigonin, majdanozit, mielli me siguri do t'na duhet për t'i skuqur, për t'i lyer para se të skuqim. Që mos të vonojmë, me që kam pak të lagura duart Anila, mund të ndezësh pak këtë dhe t'i hedhim vaj. Vaj të përdorim këtë dhe të nisim t'i bëjmë ande qoftet. Okej. Do hedhim vaj, do me thonë 2 gysh, 3. E dojnë qik vaj. Do, e kuptoj. Tani, këtu të kjo, i hedhim të gjitha përbërësit. Pra kemi domaten. Do të shtojmë qepën. Shojmë edhe tortijat. A i kanë marrë atë ngjyrën nga sipër shumë dhe kënë përpovohet ajo tava. Këtë djathin që kam këtu, po do të grij edhe tjetër djath, sepse s'është i mjaftueshëm ajo. Do të grim edhe pak djath tjetër. Mund të përdorni 2 lloj djathra, çfarë djathi mund t'ju ndodhe edhe në shtëpi, por ky djathi faktikisht i jep shumë aromë dhe shije. Është një djath, siç e dim, pak si pikant në shije. Mjaftueshëm është për masën që unë kam. I kthejmë në vendin e vetë, do në duhet prapë. Edhe ta lëm këtu. Që të... Ne shtojmë edhe këtë djathin. Pak krip, pak piper, edhe erzat që thash. Rigon. Piper. Pak krip. Miell. Do hedhim 2 lugë një herë. Për masën që neve kemi, do ta shikojmë mbrapa se si do t'jetë edhe vazhdojmë që të shtojmë edhe tjetër. Tani, këtu unë kam djeza. Këto do t'i grima mirë, në fakt. Po, të lë vetëm. Që mos në dalin kësho cepa-cepa. Po, mos në dalin cepa-cepa, ashtu si shtuat. Edhe këtu kam edhe nenegjik. Edhe nenegjiku. Saj freskët që është. Nenegjiku jep shumë shije. Shumë e mirë. Edhe i bën të veçanta, faktikisht. Edhe është koha e nenegjiku tani, kështu që përdori me kungull, bëjmë qofte me kungull, me domate, qofte të reme që bëjnë me bukë vetëm, edhe me erza.
me djath. Edhe tani e kemi gati këtë. Ti shtojmë dhe këto, ka që sa hodhëm ne dhe prap ajo nëzori një aromë shumë të mirë. Po, e vërtet, e vërtet. Tani kjo nuk do lëngje për të kthyer Jo, me lëngjet e domates. Okej. Prandaj tham që hedhim në fillim, lëngjet e domates, lëngjet do hedhim pak vetëm vaj këtu brenda. Okej. Ulliri apo? E ti hedhim pak vaj ullirit të na shijoj faktikisht. Po jo, më dhe të zakonshëm, s'është e thënë, po me që ashtu i hedhim pak. Me që e kemi. Pak. Edhe nuk thithin vaj shumë këto kur i hedhim pak vaj brenda. Ndikon vaj që mos të thithet vaj. Anila, po ashtu mund ta ulim pak temperaturën. Të sobës apo të furrës? Të furrës. Ajo është bërë. Me syrin tim është bërë. Ta ulim që ta lëm në temperaturë të ullët. Që të kulloj. Të kulloj, bravo. Edhe kemi diku të 4 minuta ko. Edhe një se na lejon xhami, jo. Nuk ka nevojë dhe ka lëshuar ato pjecat. Edhe do i shtojmë dhe pak miell faktikisht, e shikon? Dhe hedhim 2 në fillim. Hedhim në mënyrë graduale miellin, duke parë, domethënë e përzim. Shikojmë se sa lëngje kemi këtu, nga djathi, nga këto erëzat që hedhim dhe pastaj shtojmë dhe pak miell tjetër. Pra do të duhet përsëri miell. Ja me këtë rrugën këtu. Ndërkohë po krijoj pak hapësirë këtu. Se ne pak e nga pak do fillojmë. Do t'i mbledhim të gjitha në një vend ato. Toni do të na duhet po e tërheq për t'ia shtuar orisit. Këtë e heqim fare. Nëse i largojon, në rregull Anila. Këtë lugën po ta lë se mos të duhet se miell ke marr. Dhe do të fillojmë me skuqjen e qofteve. Bëjnë shumë të mira dhe shumë të shishme. Janë ato që hapim oreksin. Në vend të sallatës, mund të përdorim këto, jo se mund të përdorim dhe sallatë, por tani në verë është mirë të përdorim qofte të ndryshme. E kemi gati brumin. Ta lëm dhe pak të na marrim temperaturë, të shkëpusin të gjitha këto gjërat këtej. Edhe tonin e kemi gati. Se po na ikon koha gati, prandaj po mundohem të... Mirë, ato do skuqen të para, sepse vaji është nxehur, dhe do fillojmë me një herë skuqja, pra nuk do duhet të presim më. Marrim dhe një pjata kemi këtu. Këtu do ta kemi për pilafin. Okej, do dhe pak. Do edhe pakës. Ashtu. Ne shikojmë tani këtu. Ndërkohë, unë tavën me tortilla po e nxjerr kanti. Të fitojmë pak kohë? Po. Dhe të shohim diçka nga gatimet që kemi bërë. Ja, ku e keni? Shumë e mirë, Anila. Shumë e mirë ka dalë. Shumë e mirë. Aromën e ka fantastike, edhe në pamje, besoj edhe nga ekrani e dalloni që është një pjatë e shijshme. E bërë shumë shpejt. Sa të lezetshme ndolen qofte. Po, bëhen shumë të lezetshme dhe të shijshme, se dhe nuk duan shumë kohë që të na bëhen. Që është e vërteta, sepse domate freskët është, s'kemi gjë, mielli është ai që do të jetë ashtu, lidh këtu është djathi, prandaj s'kemi nevojë për vezë. Po, e kuptoj, po. Dhe shpejt, edhe këndshëm, edhe shishëm. Nuk janë ato qoftet e rumbullakta. Po, janë në formë të çrregull. Po. Shtotaj, nuk bëhet. I ka lëshuar ato bulzat që thua ti? Ngreja pak. Jo, unë mendoj që ja. Do me thënë, është pakës lëngë ka, por ato bulzat që thua ti që janë tregues që orizi po bëhet, nuk janë bërë. Dhe ora është 10.
Po. Iku, a? Se, kur iku kaq shpejt? Iku, si iku? Nuk e ndalojnë rajon, qa bën kjo rajon? Ti meru me orizin se qofte ti shofun. Se bol, edhe një tigan të skushim në rregull jemi. Ja, dhe një do të hedhë unë edhe, veç se duhet me luge, me 2 pirume, dhe me thënë. Pa merak. Nuk do të... Edhe pastaj i kalojmë me ato. I kalojmë me ato, po. Dhe një shpjegi. Unë i këtu, ndërkohë mbarojmë edhe orizi, do të shtojmë edhe toni dhe duhet e mbyllim. Me thënë të drejtën nuk jemi dhe keq te orizi, kështu që... Jo, nuk jemi keq, jo. Kështu që juve në shtëpi në momenti që bëhen këto vrimzat kështu, do t'i vendosni një pecet kuzhine, do t'a fikni përfundimisht sobën dhe do t'a lëni të kulloj. Dhe do t'a keni gati, por edhe neve tani nuk e kemi atë kohën që t'a lëm të kulloj, do t'a serviri. Edhe do t'i shtojmë një nga këto konservat që kemi këtu. Po, sa i mi që është bërë këti lafi. Shumë i shishëm. Jeshtë zakonisht i shishëm, do hedhim edhe një peshk këto. Hidhja në me gjithë lëngë, mos ja hiqin, mos ja kulloni, sepse që është e vërteta dhe kjo lëngu i jep shumë shije. Një do të hedhë për masën që kemi. Të do të lëmë këtu. Do në një kështu për t'i lokë të vockën? Ato ja kam këtu. Kam në bache. Këto të bukra janë. Kuj, ka të mbilur aty? Ka ti kam e vazë? Kam borzilok në bache. Borzilok në saksi. Edhe këta u bënë. Kishe me kati dhe këtu, ja, edhe këto. Kjo pjesa majës kam betur, që është e bukur. Ashtu, nuk i vëmë më tepër. U shkjo luka, se nga ka kërcit një. Ashtu. Do të vësh më shumë, apo të lëmë? Jo, ashtë dua. Ajto. Tani, të vendosim edhe këto, po, ja t'i vendosim. Tani i ktheva, nuk e dhja jam bërë, po shikoj vetë. Ska gjë, dhe po s'na u bërë neve do t'i vendosim në tryez, pastaj do t'i vendosim prapë t'i skuqim poshtë. Okej, tani, çfarë kemi bërë ne sot? Për ju që s'na keni parë nga fillimi. Video në plot e gjeni në YouTube, në 2 kanalet tona zyrtare, në News 24 ose Villa 24. Për të zbuluar se si janë përgatitur recetat e ditës së sotme, jo vetëm të sotmet, por të gjithë sezonit edhe sezoneve edhe të shkuar në Villa 24. Një tavë me tortilla shumë të shishme kemi bërë sot, një pilav me makarona elbe dhe me peshk ton, edhe qofte me domate, kati të lumshin duart. Ja. Jemi në fund fare, kati duhet të kalojmë me një herë linjën e të përshëndetemi. Faleminderit. Ashtu thua? Po, më thonë. Faleminderit të dashura mbi sa që qëndruat me ne, me mua dhe Anilën. Ju urojmë si gjithmonë një ditë bukur, mos hezitoni të përgatisni familjet tuaja, se vërtet janë receta shumë të mira dhe shumë të shishme dhe të shëndetshme. Janë receta tani të pranverës dhe të verës. Publicitet kemi tani, të lumshin duart. Faleminderit, kënaqësi e dashur.